Eliona u zgjua herët atë mëngjes, para se shtëpia të merrte frym plotësisht. Ajri ishte ende i freskët dhe obori i qetë, i larë nga drita e butë dhe diellit që sapo kishte nisur të ngrihej. Pa shumë mendime, ajo doli jashtë, me hapa të lehtë, sikur dita po e thërriste, muzika nisi të dëgjohej ngadalë dhe trupi i saj reagoi menjëherë. Eliona filloi të kërcente, jo për t'u dukur, por për veten e saj. Lëvizjet ishin të rrjedhshme, të sigurta, me një sensualitet natyral që nuk kishte nevojë për egzagerim. Çdo hap, çdo kthesë e trupit, dukej sikur vinte nga një qetësi e brendshme dhe një vetbesim i fituar me kohë. Dielli binte mbi të, duke i dhënë një dritë të veçantë. Flokët i lëviznin lehtë me ritmin dhe fytyra i ishte çliruar nga çdo tension. Në atë moment, Eliona dukej më shumë se kur në elementin e saj, e lirë, e sigurt, plot sharm, dalë ngadalë, banorët e tjerë nisën të zgjohej. Disa dolën në obor me filxhan kafeje në dorë, disa u ndalën pranë dritareve. Të gjithë syt u kthyen nga Eliona. Nuk ishte thjesht kërcimi që i tërhoqi, por mënyra si ajo e mbushte hapësirën. Kishte diçka magnetike në praninë e saj, diçka që të mbante vëmendjen pa e kuptuar pse, askush nuk foli. Disa buzëqeshën, disa mbetën të heshtur, duke e vëzhguar me admirim të hapur. Eliona nuk i shikonte drejt për drejt. Ajo ishte e përqendruar në muzikë, në ritëm, në ndjesinë e trupit që lëviz pa kufi. Pikërisht kjo e bënte edhe më tërheqëse, fakti që nuk po përpiqej të ishte, në atë mëngjes, ajo dukej ndryshe. Jo vetëm e bukur, por e ndriçuar nga brenda. Një sharm i qetë, i pjekur, që nuk kërkon vëmendje, por e merr natyrshëm. Obori u mbush me energji, sikur dita kishte nisur me një premtim të mirë. Kur muzika u ndal, Eliona mori frym thellë dhe buzëqeshi lehtë. Banorët nisën të lëviznin sërish, të flisnin, të vazhdonin rutinën. Por ajo që kishin parë mbeti në mendjen e tyre, ishte vetëm një kërcim në mëngjes. Por ishte edhe një kujtesë se sharmi i vërtet vjen nga liria për të qenë.